Angela Martini në zi, njeriu e zemrës. Modelja e njohur shqiptare ka marrë një nga lajmet më të trishta në jetën e saj. Angela Martini ka humbur një prej mikeshave të saj më të mira. Lajmin për humbjen e saj e ka ndarë me miq në rrjetet sociale. Këto janë fjalët më të trisha që kam dashur të shkruaj ndonjëherë. Angjëlli im, mikja ime më e mirë, ajo që ishte më shumë se një motor për mua, është ndarë nga jeta. Marisa, 8 vite më parë, kur u takuam, ti më ndryshove jetën, më bëre më të fortë, më të mençur e plot vetbesim. U bëra e fortë si një plumb falteje. Jeta jote ishte një bekim. Dashuria jote ishte përtej fjalëve dhe kujtimet e mia me ty u bën një thesar për mua. Unë do të jem përgjithmonë mirënjohëse për besnikërinë, bujarinë dhe dashurinë tënde. Mendimi i vetëm që më jep shpresë është se e di që gjithçka është e përkohshme, pasi ne jemi të gjithë të përkohshëm në këtë botë. Prehu në paqe. Unë do të dua përgjithmonë, ka shkruar Angela, krah fotos së mikes së saj.